Donatorët e tij pasuan, përfshirë manjatin e kazinove Sheldon Adelson. Për 2 dekada, deri në vdekjen e tij në 2021, kur Forbes e vlerësoi pasurinë e tij neto në 35 miliard dollar, Adelson ishte sponsori kryesor i Netanyahut dhe bërësi i mbretërve midis republikanëve që ndihmuan në financimin e fushatës së Trumpit drejt shtëpisë së bardhë. Fal pikpamjeve të përbashkëta, neokonservatorët në Shtetet e Bashkuara dhe Partia e Djathtë ekstremiste Likud në Izrael bashkëpunuan në një dokument politik, A Clean Break, A New Strategy for the Securing the Realm, i përshkruar si një lloj manifesti neokonservator SHBA Izrael. Publikuar në vitin 1996, raporti kërkonte një politikë të fortë amerikane në lindjen e mesme për të mbrojtur interesat izraelite, përfshirë heqjen e Saddam Huseinit nga pushteti në Irak, një luftë përfaqësuese në Siri dhe refuzimin e çdo zgjidhjeje izraelito-palestineze që përfshinte një shtet palestinez. Antarësimi në klubin neokonservator kishte përfitimet e tij, e bëri Netanyahun të pasur. Pavarësisht tarifave të larta ligjore, vlerësimet e pasurisë personale të Netanyahut arrinin në rreth 50 milion dollar, tashmë një dekadë më parë, por burimet të sakta dhe të verifikueshme mungojnë për shkak të zyrës së tij politike, donatorëve të errët dhe deklarimeve financiare jashtëzakonisht të paqarta.